Samuel, nuk po du me politizu sonte këtë emision, për si e ndje kur ish shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje ka diskutu për ligjin mbi pagat minimale me kriminalin Radojqić për ushtrimtarët e Kosovës për pagat minimale, është e ke pa atë bisedë? Po shiko, Sadri, se a është e rëndë për ju? Rrëfimi i Nuhiut, një suvenirit gjallë ku dolin nga shpirti i një luftëtari dhe dha një mesazh për gjithë gjallë, po mesazhi në shkoj edhe për ata. Prandaj është një diçka shumë e vrashtë me cilën akoma këtu në tokën Dardane klame me gjak është vështirë pak të jetosh. Sepse vërtet sot nuk e di se me kanë do të pish kafe, me kanë do të rish, apo kush do të thret, apo XY ngjarjesh. Megjithatë, nuk e di, unë shumë pak flas për klasat politike, sepse në këtë tokë Dardane të vogël janë bën shumë politike, nuk di kanë ta kapësh më. Shiko, ki varg politikash, mu u thonë, se di, ose kanë ndërgjegje, këthan pak, anën personale, ose e kanë këtë fshime ndërgjegjen. Edhe janë fjalë, që sot këtë liri, e ka sjell pikrisht rrëfimi i trimit që e kemi këtu gjallë. Ne nuk erdhëm në luftë për paga. Ne erdhëm luftë që rirejmë vendin e tokës Dardane. S'ka pagë që e pagun ata? Absolutisht. Plakt e Nuhi Tahirit, edhe shumë tjerve, edhe ati në dëshmorve që sot janë ngritë në altar, nuk ka kush që mund t'i pagun. Plakt e liris nuk pagun? Absolutisht. Vetëm që kja është krenari e këti vendit, edhe ajo, të bëjnë kujdes, jo veç ajo, të gjithë, të bëjnë kujdes që më në qëfë se ata do të bëjnë fushat politike, në të punojnë me projektin e tine politik, jo më në emin të luftës, jo më në emin të gjakut për qëlirim, sepse qka është mjaft. Prandaj do të kërkoja që se cila politik, ta re pak ndërgjegjen e tyre, vlla, ta kthen pak kokën ka sovrani, sidomos nga luftarët, çfarë kemi ne të përtinve? Qka ka ti merr një luftar 500 euro, 600 euro, që në ne të mësomi me kesh, pak, me që na i kanë bënë, ka një rogë. Ka dignitet. Po çfarë do të bëjë një veteran, vlla, me 200 euro? Çfarë do të bëjë? Më mirë në t'i hekin kret, do t'ishmi shumë më të kënaqur, sinqerisht, saqë me na zhvlerësu, kjo është një zhvlerësim. Kjo është një asistencë sociale. Prandaj është shumë punë e vrashtë që na i kanë bërë pa drejtën. Domethënë, një invalid i luftës pas ka drejt, më fal nuk, pas ka drejt pune, një veteran e ka ndalu me punën. Hajde ta kthejmë prap. Si mundësia është. Pra, vërtet veteranët e luftës janë shkel shumë, por ndoshta edhe mire kemi se zëri jonë është zbe, unë e di pse. E thash më herët, po e them dhe njerë. Të gjithë veteranët e luftës që bën luftën për shërimin e këtij vendit, nuk luftuan për penzione, luftuan për ta çliru këtë vend. Dhe ja sot kemi institucionet tona përkatëse. Po Samuel, se jemi në minutat e fundit, se nuk jena ka emocionu shumë, se unë e kom ditë që kjo është dëshmi e gjatë burë edhe sigurisht. Është vërtet e rëndë me dëgju, domethënë plagët se si i ka marrë. Ju po shkoni herë pas here dhe i vizitoni thonë më herët dëshmurët edhe e keni edhe një gur themel që dikon keni me vendus. A mërësh me cek, dika shkurta. Faleminderit që në i kujtove, është e vërtet. Iniciativat të gjithë për luftëtarën, edhe pse pak më herët u përmend që ne po i bëjmë do aktivitetet